Me këtë tempo që po shkon, nuk pres që do të kryhet shpesh. Shpesh herë ka marrë prej Gjermanisë, seanca nuk është mbajt. Ose është caktuar në ditë feste, seanca, nuk kanë lajmëru asgjë, unë e kam marrë, kam pagu bilet, kam shku në për hotele me bujt, mu kthy, se masi nuk kemi banesë në Mitrovic, ndonjëherë shkoj te motra, po m'bjen shumë udhëtime poshtë nalt, edhe kështu gjykata nuk na ka lajmëru, as për që nuk po mbahet seanca ose sikur sot për shembull, është caktuar tjetër ditë, unë e kam ardhur edhe nuk po mbahet seanca. Por historia që vazhdon për afër 2 dekada, sipas Mustafës, nuk është vetëm ligjore, është emocionale, familjare, njerëzore. Kjo ka ndiku shumë keq edhe në fëmijët e mi, kishin kalu shumë vite, ata nuk mushin me ardhë në vendlindje, me pa vendlindjen, nipat u rritën, kishin qef me pa vendlindjen e prindve të vetë, s'kishin ku me ardhë. Ma në fund kur u bë pak që mushin me gjetë, me qirat ikon, në për hotele, në për banesat të ndryshme. Edhe kjo na ka kushtu edhe materialisht, edhe psikikisht, edhe në çdo mënyrë. Vajza e Nazmi Mustafës në letrën e saj, thot se kjo zvarritje është e pakuptimt dhe e paarsyeshme. Është e papranueshme që një qytetar pas tërë këtyre vite pritjeje, ende të mos ketë një vendim përfundimtar që do të siguronte të drejtën e garantuar me ligj. Nuk e konsideroj se dështim këtë proces, por një mohim të drejtësisë nga ana e gjyqësorit.